Sfidat të cilat i keni kalu me dokumenta, cila është përgjegjja nga kuvendi komunal i Gjilanit apo edhe i Prishtinës, veç keni kaluar tash në Prishtinë, cila është përgjegjja që është një procedurë e jashtëzakonshme e gjatë sipas tyre, por realisht nëse flasim gjithkush nga aspekti personal që mund ta kryen një shërbim të tillë, ndoshta zgjat 24 orë apo 2 ditë maksimumi, edhe mund të kryhet si procedurë, po kaq vite me shku, edhe gjithë këto shpenzime mu bo, edhe realisht mos mu rregullu asgjë, me të vërtetë është shumë shqetësuese. Cila është përgjegjja? Keni marrë ndonjë përgjigje adekuate? Pse do të me prit ka gjatë? Ju e cekët se keni prit 5 vite, ju ka njoftu një person i cili nuk është kompetent, vetëm ju ka thonë këtë ndoshta atë fjalë dhe ju keni prit 5 vite. Pas 5 viteve, ju vazhdoni ta keni problemin e njëjtë. Thjesht, gruaja është nga Bujanovci, ju jeni nga Gjilani, keni kunorizim në Zvicër, doni ta keni një kunorizim në Kosovë, gjithashtu dhe të ketë dokumentacion të Kosovës bashkëshortja. Nuk është një diçka që kërkohet e jashtëzakonshme. Nuk e di çka është gjithë kjo vështirësi, gjithë ky problem, apo gruaja në moshën 57 vjeçare të hyjë në protestë të tilla, nuk e di, veç më duket. As unë se nuk e kuptoj seriozisht, mu më çuditi shumë gruaja kur më tregoj se objekti që është bë testi kanë qenë dikun 40, 35, 40, nuk ka pas persona. Mirë po, jo organizimi si duhet. Mujtë një shej, një shigjet me tregu ko është. Du një vajzë, ose një grua bërtitke sikur me qenë s'po di si me të thonë në fshat me piskar me emër, me një kimik që jo fort e disciplinume, toni shumë i lartë. I bërtitke filan është këtu, i kanë shqetësu pa u fut fare. Seriozisht, gruaja e ka atë problem, ja nisi mu frigu, do thotë. Pastaj objekti që ka qenë salla, që ka qenë provimin që ka pas testit, nuk është i dur, do të dritat janë shumë lartë, mbi 10 metra, po 15, edhe gruaja nuk ka mujt me pa testin me lexu. Pastaj 7 persona në kontroll të kontrolluarët, edhe pastaj e vendosa. Thash, okej, është formalitet, si procesit të kryhet, edhe në tejtin e kalume në telefonat më të shproj temase. Mua personalisht, po dhe gruajan time shumë. Kisha dëshirë ti takoj këta njerëz. Na tregoni çfarë telefonate, e tha edhe ma herët kemi marrë një telefonat, çfarë telefonate dhe nga kush ishte ajo telefonat? Shumë pyetje me vend, pyetje që patat me harru. Kam biseduar në numrin disa shenime të informacionit me telefonu në tejtën, do të thotë e honë ke testi, në tejtën ish telefonata e ka kalu apo se ka kalu. Kam biseduar me një numër telefonit, ish vetëm gjuhën angleze, nuk ka fol gjuhën shqipe. Pastaj me disa numra, kam biseduar me një grua. Më ka thënë nuk ka kaluar testin. Në gjuhën shqipe? Në gjuhën shqipe, jo si pas numri që është shkruar, nuk është informacioni i pastër. Do thotë, telefonata që ka qenë aty numri telefonit vetëm gjuhën angleze. Pastaj duhet me numër tjetër me kalu në numrin në gjuhën shqipe. Edhe aty tash
kur kam folë në gjuhën shqipe, pas gjysore, më ka treguar se nuk e ka kaluar provimin. Megjithatë, para se me bo telefonatën, në atë letrën shkruan do të me marr informacione nga sociali, letrat që gruaja e posedon, të rrogës, pasaportat, kopi, një maltretim tjetër. Pastaj telefonata vjen, nuk e ka kalu provimin. Çfarë provimi po flasim? Jemi të fol, jemi të maltretu për një bashkim familjar. 2 çifte, bashkim, burrë e grua, që jetojnë në një shtëpi. Nuk jem të fol për në astronomi, apo në galaksi, për planete tjera. Po kthehem sërish te telefonata, kur ju ka telefonuar një grua zyrtare edhe ju ka informuar se bashkëshortja juaj nuk e ka kalu testin, cili ka qenë reagimi juaj dhe u zhgënjyet? Seriozisht, këta thome me sinceritetin më të madh. Unë i kam disa dokumente në atë informacionin e letrës, i kem pa disa informacione për gjana sociale. Sa ka gruaja rrogën, sa fiton, nuk i marrmi social, pasaportat, kopi, shumë u maltretova. Edhe në momentin që më ka thonë një grua në gjuhën shqipe, e kam atë numër telefonit, edhe më ka thonë, gruaja juaj nuk e ka kaluar testin. Mu më ka ra një shok i papritur, shok që nuk mund me marrë me mend. Edhe i kam thonë asaj gruas, ne shifemi ti mua më shef në televizion. Edhe ma ka mbyll telefonin me njerë. Pse ke thonë kështu, është një lloj kërcënimi? Apo thjesht ke desht atë mlefin, atë zhgënjimin tuaj në një emision televiziv, me thonë? Eksakt. Këtë e bëj për gjithë rinien në diasporë që jetojnë në këtë sistem. Nuk ka mundësi asnjë fëmijë nuk nxjerr dokumentacion në shtetësitë Kosovës. Absolut, jam i bindur. Edhe shpresoj që kjo grua ose kjo vajzë në telefon, nuk e di, kam qef me taku, me pi një kafe, e me ja spjegu se hallegjit që janë për bashkim familjar, nuk ka nevojë me bon pyetje, me ditë pyetjet për me marrë notën 9 ose 10 ose 8, me shpërbly, vetëm bashkim familjar. Bashkim familjar është numër 1, primar. Pa bashkim familjar s'kem asgjë. Këta njerëz, mendoj unë, a kanë dënjenja të njeriut, a mendojnë që janë hallegjin, e kanë patjetër mu bashku me familje, me pas vetëm një dokument, asgjë më tepër. Politikën e ta vazhdojnë, partitë e t'i vazhdojnë ata, ama jo popullatën me maltretuar. Unë kam bindjen, shpesher më ndodh që kur të maltretojnë, kënaqen, një farë kënaqësie këtu.